tjera të cilat ndërlidhen me procesin zgjedhor të nënshkurtit. Këto dhe të tjera do i flasim bashkë me të ftuarin tonë, zotrin Faridin Majkovci. Zotrin Majkovci, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Ju shprehim një orë për ftesë. Atëherë, dua fillimisht të ndalem tek pjesa e rezultateve të zgjedhjeve të nënshkurtit. Pra, ditën e shtunë, 3 ditë më parë, është bërë edhe shpallja e rezultateve përfundimtare, megjithatë ende nuk ka një certifikim të tyra. Vlen të theksohet që një mendim i përhapur për nevojën për pjesëmarrjen në zgjedhje është që në demokraci nëse nuk voton jep të drejtë të tjerëve të vendosin për ty. Kjo nuk vlen për qytetarin e Kosovës, sepse nga procesi zgjedhor në tjetrin është rrit numri i votuesve që marrin pjesë në zgjedhje dhe rrjedhimisht e përqojnë zërin e tyre në të drejtën demokratike. Pra, kemi një numër më të madh të dalës në zgjedhje, në këto zgjedhje të qytetarëve dhe në rrjedhoj e kemi një rezultat që ka mund të jetë jashtë optikës dhe parashikimit të partive politike. Për sa i takon procesit zgjedhor, duhet të vlerësohet që kemi një demokraci të avancuar, madje që jo rrallë e kemi thënë edhe në prezentime tjera që është një mostër për rajonin. Ndërsa me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për zgjedhjeve që ka hyrë në fuqi në vitin 2023, procesi zgjedhor i numrimit të votave i destinohet një procesi tjetër dhe si rrjedhoj kemi edhe vonesa në implementimin e këtij ligji të ri, i cili në optikën time mendoj që do të në zgjedhjet pasuese do të reflekton dhe nuk do të kemi këto vonesa që kemi sot. Në ndërkohë një arsye tjetër pse kemi vonesa të rezultateve janë edhe ankesat, natyrisht dispozitat ligjore e përcaktojnë kohën se kur ato duhet të adresohen dhe kur sa kohë duhet të marrin përgjigje. Ankesat natyrisht janë rezultati pakënaqësive brenda kandidatëve për deputet X partive dhe kemi këtë gjendje. Ajo çka vlen të theksohet nga rezultatet fillestare që kemi pas në fillim deri te rezultatet përfundimtare, domethënë ka qenë dilemë dhe enigmë ende çështja e votës së diasporës, e cila rezultoi të ketë atë rezultat dhe kemi rezultate përfundimtare ku kemi 48 deputet të lëvizjes vetëvendosje nga zgjedhjet paraprakët të vitit 2021, e njëjta ka pas një rënje të votave, diku nëse nuk gaboj 70.000 sosh, dhe kemi nga 50.2% sa kishte rezultatin fillestar, të vitit 2021 kemi aktualisht rezultat që është 42%. Megjithatë, dua të ndalem tek pjesa ankesave që kanë drejtuar partitë në PZAP pas shpalljes së rezultateve përfundimtare. Megjithse ka një të drejtë të tillë, ta bëjmë pra ankesën edhe pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, mirë pa mendoni se kjo po bëhet me qëllim që të ketë një zvarritje deri në certifikim të rezultateve. Për me pas vlerësim për këto ankesa, natyrisht duhet ta njohim substancën e ankesës, gjë që nuk e dim, sigurisht organet kompetente votave diasporës. BZAP sigurisht është ka mekanizmat e tij për të dhënë përgjigje në kohën e duhur. Përderisa ato kanë një bazë, natyrisht duhet trajtohen secila, sepse po flasim për vullnetin qytetar. Dhe në këtë sens edhe vota diasporët ka peshë në përcaktimin e kandidatëve për deputet. A mendoni që kësaj radhe, me që ka qenë edhe hera parë një forme të re të votimit pranë diasporë, ka pasur edhe mundësi më të madhe që të ketë edhe manipulim të votave për çka më pastaj po ka dhe ankesa? Mendoj që ligji i ri është më i avancuar në raport me ligjin paraprak, pra me ligjin e ri kemi për herë të drejtën për me votu deri në 10 kandidat, kemi për herë të drejtën që me votu në ambasada diaspora dhe e treta që sjell si është numrimi i votave në qendër votimit, pra me anë të kamerave. Mendoj që ky proces e ofron më afër diasporën, sepse kanë të drejtë përpas zarfave të votojnë në qendrat e votimit në përfaqësitë diplomatike që i kemi në vendet përkohëse. Nuk mendoj që ky e ka lëndu, përkundrazi, në gjykimin tim ose në pritshmëritë time, ky proces është dosh të ketë më shumë lehtësi se sa me ligjin e vjetër.
Gjatë ditës djeshme ka pasur gjithashtu dhe një konferencë të lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kërku rinumrimin e sëreshëm ose shpalljen e votave të diasporës përmes postës të pavlefshme, duke akuzuar pra LDK-n që ka pasur mundësi të ketë manipulim. Se mendoni që është kjo lloj lufte, le të themi, midis këtyre dy partive? Sepse në leximin e rezultateve, do të thonë lëvizja vetëvendosje është e para me numrin më të madh votave të fituara në diasporë dhe e dyta është me një rritje të konsiderueshme LDK-ja dhe në rrjedhoj kemi paknacit mes të parës dhe të dytës, po që në gjykimin tim nuk duhet ta lëndojmë procesin, një proces të jetë demokratik dhe kulturë e lartë e qytetarit të Kosovës për me marrë pjesë në zgjedhje. Janë të pritshme paknacit e partive politike, fundja ato janë për vot aty. Zotri Majkovci, duhet ju pyes edhe nëse vazhdojnë pra me këtë ritëm të ankesave, sa mund të ketë vonesa në krijim të institucioneve? Krejt varet nga sasia ankesave, natyrisht edhe cilësia e tyre, sepse në një ankesë të pabazuar dhe me një substancë të dobët, natyrisht brenda 48 orëve janë dispozitat ligjore që zap kthen përgjigje dhe pastaj eventualisht mund të shkojë ankesa deri në gjykatën supreme, por mendoj që është të zgjatë shumë numrimi i rezultateve dhe ka ardhur koha që ato të certifikohen dhe të shohin përpara. Kalojmë tani edhe tek pjesa e një lloj krize që sidomos është shpërfaqur gjatë ditës së sotme brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Ka qenë një postim i deputetit Abdullah Hoti që faktikisht i ka ngjallur edhe këto lloj dyshimesh pra se mund të ketë një krizë brenda kësaj partie. Si i keni parë edhe kërkesat e Hotit në këtë rast që të ketë një leadership të ri brenda LDK-s? Lufta brenda llojeve është një thënie që jam gjendje ta riprodhoj tani, është evidente në partitë politike. Fundja, personalitetet brenda organizatës politike janë aty për të shfaqur paknacit dhe në rrjedhoj për të shfaq pretendimet e tyre për të qenë në leadership të subjektit politik. Por në këtë rast, mendoj që zotri Hoti, duke qenë koshient që ish kryeministri ka qenë një nga aktert me peshë që ka dërgu LDK-n në 110.000 vota. Dhe në qoftë se shohim sot rezultatin e LDK-s që kemi një rritje prej afërsisht 60.000 vota, nuk di në çfarë racionaliteti paraqitet një kërkesë e kësaj natyre. Sigurisht ne pomë edhe personalitetet tjera të LDK-s që është përfaqen krejt ato se çka është zhvilluar në mbledhjen e stërgjatur të LDK-s për punën e zgjedhjeve që mbajti më herë pas prezantimit të rezultateve zgjedhore, por në optikën time lufta brenda llojit është ajo që vëhet në pas çdo cikli zgjedhor dhe në gjykimin tim është brenda demokracisë. Se si do të rrjedhin gjërat, unë mendoj që zotri Hoti është figurë më e konsumuar dhe leadershipi i ri i LDK-s mendoj që ka treguar rezultat në dy parë zgjedhjet, ato lokale dhe të përgjithshme, dhe janë në rrugë të mbarë që të vazhdojnë të kenë ngritjen që është si objektivi tyre. A tregon një farforme kjo që ka një ndarje të LDK-s në ata që janë pro Abdigjikut ose me Abdigjikun dhe të tjerë që mbas janë paksa kundër? Klasa e vjetër natyrisht sigurisht ka mund të jetë e pakënaqur në këto vitet sa zotri Abdigjiku është kryetar. Pse ka lindur ndoshta kjo pakënaqësi e klasës së vjetër siç thoni? Po reformat që bën, e kemi lexuar si reformat të cilat është dashur të ndodhin, natyrisht secili personalitet e ka kohën dhe kontributin e tij dhe vjen në moment kur konsumohet dhe duhet të liroj hapësirë për personalitete tjera në mënyrë që secila parti të ketë kuadro të reja dhe të dhajmë përgjigje kohës së re. Në këtë logjik, në gjykimin tim, mendoj që puna e bërë nga zotri Abdigjiku dhe kryesia e re e LDK-s, unë mendoj që duhet të shihet me pozitivitet. Gjithashtu, përveç lëvizjes vetëvendosje, ka qenë edhe Abdullah Hoti në këtë rast, ai që ka hedhur dyshime se mund të ketë manipulim të votave të diasporës me post, në këtë rast për të ngritur disa kandidat për deputet brenda LDK-s. Si keni parë edhe këto akuzime?
nuk i përkon personalitetit të zotrit Hoti, sepse akuzat pa përmbajtje, ose le të themi shpërfaqja e akuzave të tilla në publik, tregon pa mundësinë e zotrisë për të adresu këto problematika mbrana organeve të partisë, se cila parti ka organet e saj dhe në rast të pakënaqësie ato duhet të shtyhen përpara mbrana subjektit politik, dhe nëse mbrana subjektit politik gjen përkraje, natyrisht që ai mund të shkojë drejt leadershipit. Po me sa e posh, ato janë vetëm artikulime që kanë tendencë natyrisht njëllosjen e leadershipit të ri të LDK-s. Gjithashtu, duhet ju pyesë edhe për pjesën e koalicioneve, si që tashmë dihet, asnjëra prej partive nuk e ka përqindjen e mjaftueshme për ta bërë vetë qeverinë. Kush mendoni se janë skenarët më të qëndrueshëm për formim qeverisë së re? Natyrisht, me qenë se për dallim nga rezultati i zgjedhjeve të vitit 2021, ku Lëvizja Vetëvendosje kishte atë përqindje historike që e kishte mundësinë të bëj vetë qeverinë, në këto zgjedhje, kur e kemi parasysh faktin që nga 48 deputet, nevojiten 61 sosh që të formohet qeveria, është detyrim që të kemi koalicion. Matematikat janë ndryshme, por duke pas në konsiderat artikulimet e liderëve politik rreth koalicioneve të mundshme, do të kemi një vështirësi në gjykimin tim në formimin e qeverisë. Aq më tepër kjo vështirësi do të rritet kur kemi parasysh faktin që janë 3-4 prioritete që e presin qeverinë e re. E para punës, siç edhe e pom vizitën e përfaqësuesit të BE-s për dialogit zotrin Sørensen, i cili u emëru në pozitën gjetse në një shkurt këtij viti. Në takimin njoftues, ai la mesazhin e tij që dialogu dhe proceset integruese janë me peshë të konsiderueshme për qeverinë e re, fundja edhe për institucionet e Bashkimit Evropian. Pra, qeveria e re, prioritet të lartë duhet ta ketë dialogun në rrjedhoj çështën e situacionit dhe proceset integruese. Natyrisht, qeveria e re nuk duhet të jetë vetëm në numra e re, por duhet të jetë në numra përbajsor, pra duhet të jetë përgjigje edhe vitit tashëm zgjedhjes së presidentit, ne e dim që duhet të jenë pjesëmarrës të deputet për të procedu me çështjen e zgjedhjes së deputetit dhe qeveria e re duhet ta ketë parasysh këto. Në të kundërtën, jemi të destinum të kemi zgjedhje prapë në vitin e ardhshëm. Dhe një çështje tjetër, jo me pak rëndësi, por shumë e peshë, është çështjet ekonomike, që duhet të kemi përgjigje, sepse siç e dim, gjendja ekonomike është tejet e rënduar, marr parasysh edhe situatën globale, qytetari i Kosovës çdo ditë më tepër ka një fakturë, çdo ditë më të rritur se sa në ditët paraprake. Pra, kur i kemi parasysh këta faktorë, mendoj që qeveria e re do të jetë bukur shumë problem që të formohet, duke e ditur që pozicionet e partive opozitore karshi Lëvizjes Vetëvendosje sipas asaj që... A do të si pasojë frikës së përballjes partive me këto probleme që përmendet? Unë mendoj që ato ekzistojnë aty për të dhënë përgjigje dhe nuk flasim për frikë, por flasim për nevojë imediate që këto të marrin përgjigje dhe një qeveri me numra pak nuk mendoj që ja përgjigje këtyre proceseve që na presin në këtë fazë që gjendet shteti i Kosovës. E dim pra që vetëvendosës i takon edhe të bëj koalicionin, të bëj qeverinë me që është edhe partia e parë, me cilën parti opozitare mendoni se janë gjasat më të mëdha për të bashkëpunuar? E tham që artikulimet dhe pozicioni i partive opozitare është i tillë që nuk kanë shprehë gatishmëri për të qenë qeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje. E dim qëndrimin e LDK-s, e dim qëndrimin e PDK-s, zotri Hamza dhe zotri Abligjiku ka shprehur qëndrim të ngurtë karshi mundësisë për të bërë koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. Gjithashtu është edhe një pozicionim i tillë edhe i zotrit Haradinaj, përjashtimisht nga këta nisma e zotrit Limaj, e cila ka aktualisht 3 deputet mbrana Parlamentit të Kosovës, ka shprehë gatishmërinë për të qenë pjesë ose për të ndihmuar formimin e institucioneve. Natyrisht, në artikulimi i zotrit Kurti me herë pas zgjedhjeve,
mendoj që e ka ushqyer akoma më tepër dhe ka qenë në funksion të kësaj përçarje dhe këtij thellimit të ndasisë me partitë opozitore, se si do të rrjedhin gjërat, sigurisht do të shohim në ditët e vazhdim, pas certifikimit ditët pastaj fillojnë të numërohen dhe nevoja për formimin e institucioneve dhe nevoja që shteti i Kosovës ka për formimin e institucioneve është e madhe. Se keni parë dhe insistimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, se në rast se do të bëjë koalicion, duhet ta marrë domosdoshmërisht postin e kryeministrit. A do të ishte le të themi fair një gjë e tillë? Me që ka dalë treta në radhitje. Është drejtë se cilis parti politike që të shoh pozicionin e saj, të shoh tarmën e saj, të shoh objektivat e saj, të shoh mundësitë e saj për rritje ose jo, dhe veprimet e saj sa ndikojnë, sa janë në funksion të këtyre objektivave. LDK-ja tha që asnjëherë me zotrin Kurti, tha që madje edhe shpreh skepticizmin e saj edhe në raport të koalicionit të mundshëm me partitë opozitore, e cila madje edhe mund t'i ofrohej pozita e kryeministit, sepse, siç e tham edhe më herët, që një problem tjetër që shfaqet vitin e ardhshëm, në mars-prill të vitit të ardhshëm, është zgjedhja e presidentes dhe rrjedhimisht i bie që zotri Abligjiku mund të jetë në krye të qeverisë me partitë opozitore vetëm një vit. Gjithashtu është raportuar edhe për një takim të fshehtës së fundmi, saktësisht gjatë ditës së diel mes Bedri Hamzës dhe Lumir Abdigjikut. A mund të ketë një qeveri të opozitës? Gjosat janë në qoftë se nuk e kemi konsumimin e të drejtës nga lëvizja vetëvendosje, pra në qoftë se nuk arrin të formojnë qeverinë, i takon të dytit të formojnë qeverinë. Por, si se thash, artikulimet se janë takuar sheftas ose hapëras, këto janë diçka të pritshme, sepse fundja partitë politike janë aty për të shprehë edhe pozicionin e tyre dhe qëndrimet e tyre. Një gatishmëri e opozitës për me formu qeverinë është e mundshme, në qoftë se, si se thash, dështon mundësia e lëvizjes vendosje. Apo ka mbase përpjekje të mjaftueshme nga ana e partive politike për takime dhe për diskutuar edhe për koalicione? Jo, aktualisht jo, sigurisht janë në pritje të rezultateve përfundimtare. Kjo ka qenë mbase një nga arsyet pse nuk kemi një dinamik të tendencës për me formu qeverinë, po sigurisht në ditët e vazhdim pas certifikimit të rezultateve zgjedhore do të kemi intensitet në këtë çështje. Zotri Majkovci, në rast se vetëvendosja do të bëj pra koalicion si parti e parë me ndonjërin prej partive opozitare, sa mendoni që do ta kenë të vështirë funksionimin, marr parasysh edhe çastet e ndryshme që kanë në shumë tema, siç është ajo edhe e dialogut edhe e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në momentin që dakordohen për të formuar qeverinë, natyrisht amortizohen krejt pozicionet e kundërta dhe gjendet formule e përshtatshme të formohet qeveria, partitë politike janë të djatha apo të majta, por koalicionet edhe të djatha me të majtat kanë ndodhur edhe më herët edhe në botë, mund të ndodhin edhe në Kosovë. Natyrisht një parafrim më i madh ideologjik është mes nismës, si e majt edhe lëvizjes vetëvendosje, ndërsa tri parti tjera i kemi të djatha dhe gjosat që ato janë më të përafërta ideologjikisht edhe me programin e tyre janë më të mëdha, por nuk përjashtohet mundësia që edhe e majta me djatën të bëjë koalicion. A prisni që të ketë atëherë një koalicion mes vetëvendosjes dhe nismës, por gjithashtu edhe me pakicat për të arritur edhe numrin e mjaftueshëm? Parën e shoh si opsion më real, domethënë më të mundshëm, por në bindjen time nuk i bën derë një qeveri e cila ka pak numra edhe nuk i jep përgjigje çështjes së presidentes, i bie që ne do të kemi zgjedhje vitin e ardhshëm prapë. Në çfarë ngërçin në fakt politik mund të shkojë pra Kosova në rast se përsëriten sërish zgjedhjet dhe do të ishte kjo zgjidhje, sepse pak a shumë preferenca e qytetarit mund mbetet e njëjtë edhe pas një viti. Historia na ka treguar që kemi pas ngërçe, çfarë kemi pas në zgjedhjet e vitit 2014. Por që kjo nuk i bën derë Kosovës, as më tepër në zhvillime dinamike botërore që po ndodhin sot në botë, nuk i bën derë Kosovës dhe ai që epson është qytetari i Kosovës. Unë uroj që të kemi një qeveri të shpejtë edhe të kemi me numra përmbajtësor, sepse fundja problemet e shtetit janë bukur të mëdha. Mirë, zotri Majkovci.